Data 24 janar, Zanafilla, kapitulli 25. Pastaj Abrahami mori një grua tjetër, që quhej Keturah, dhe kjo I lindi Zimranin, Jokshanin, Medanin, Madianin, Ishbakun dhe Shuahin. Jokshanit I lindi Sheba dhe Dedani. Bitë e Dedanit ishin Asshurimi, Letushimi dhe Leumimi. Bitë e Madianit ishin Efahu, Eferi, Hanoku, Abidahu dhe Eldahu. Tërë këta ishin bitë e Keturahut. Dhe Abrahami I dha Isakut gjithçka zotëronte. Por bive që Abrahami kishte pasur nga konkubinat, u dha disa dhurata dhe sa ishte ende gjallë, I dërgoi larg birit të tij Isakut drejt lindjes në një vend të lindjes. Këto janë vitet e jetës së Abrahamit. Ai jetoi gjithsej 175 vjet. Pastaj Abrahami dha frymën e fundit dhe vdiq në pleqëri të mbar, I shtyr në moshë dhe I ngopur me ditë dhe u bashkua me popullin e tij. Dhe bitë e tij Isaku dhe Ishmaeli e varrosën në shpellën e Makpelahut në arën e Efronit, biri I Zoarit Hiteut, që ndodhet përballë Mamres, arë që Abrahami u kishte bler bive të Hethit. Aty u varros Abrahami dhe e shoqja Sara. Pas vdekjes së Abrahamit, Perëndia bekoi birin e tij Isakun dhe Isaku qëndroi pranë pusit të Lahai-rojit. Tani këta janë pasardhësit e Ishmaelit, biri I Abrahamit, që egjiptasja Agar, shërbëtorja e Sarës, I kishte lindur Abrahamit. Këta janë emrat e bive të Ishmaelit, sipas emrit të brezave të tyre. Nebajothi, I parelindur I Ishmaelit. Pastaj Kedari, Abdeli, Mibsami, Mishma, Dumahu, Masa, Hadari, Tema, Jeturi, Nafishi dhe Kedemahu. Këta janë bitë e Ishmaelit dhe emrat e tyre sipas fshatrave dhe fushimeve të tyre. Ata qenë 12 princerit e kombeve të tyre përkatës. Por këto janë vitet e jetës së Ishmaelit, gjithsej 137 vjet. Pastaj ai dha frymë dhe vdiq dhe u bashkua me popullin e tij. Dhe bitë e tij banuan nga Havilahu deri në Shur, që është në lindje të Egjiptit në drejtim të Asiris. Ai u vendos në pranitë të gjithë vëllezërve të tij. Këto janë pasardhësit e Isakut, birit të Abrahamit. Abrahamit I lindi Isaku, dhe Isaku ishte 40 vjeç kur mori për grua Rebekën, të bijen e Bethuelit, Arameut të Padanaranit dhe motrën e Labanit, Arameut. Isaku e luti Zotin për gruan e tij sepse ajo ishte shterë. Zoti ja plotsoi dëshirën dhe Rebeka, gruaja e tij, u ngjiz. Por fëmijët shtynin njëri tjetrin në barkun e saj dhe ajo tha: "Në qoftë se është kështu, që ju përgjigj Zoti, pse gjendëm unë në këto kushte?" Dhe kështu vajti të këshillohej me Zotin. Dhe Zoti I tha: "Dy kombe ndodhen në barkun tënd dhe dy popuj kanë për të dalë nga të përbrendshmet e barkut tënd. Njëri nga këta dy popuj do të jetë më I fortë se tjetri, dhe më I madhi do t'i shërbejë më të voglit." Kur erdhi koha për të që të lindte, ajo kishte në bark 2 binjak. Dhe I pari që doli jashtë ishte I kuq. Ai ishte krejt si një mantel leshtor, prandaj I vun emrin Esau. Pastaj doli I vëllai I tij, I cili me dorë mbante thembrën e këmbës së Esaut, prandaj e quajtën Jakob. Por Isaku ishte 60 vjeç kur Rebeka I lindi ata. 2 fëmijët u rritën dhe Esau bë një gjahtar I sprovuar, një njeri I fushës, ndërsa Jakobi ishte një njeri I qetë që jetonte në çadër. Por Isaku e donte Esaun, sepse mishin e gjahut e pëlqente. Rebeka nga ana e saj donte Jakobin. Një herë që Jakobi gatoi për vete një supë, Esau erdhi nga fusha krejt I lodhur, dhe Esau I tha Jakobit: "Të lutem, më lër të ha nga kjo supë e kuqe, sepse jam I lodhur." Por këtë arsye e quajtën Edom. Por Jakobi u përgjigj: "Më shit më par birnin tënde." Esau tha: "Ja, unë jam duke vdekur, çdo bi kam nga parbirnia." Atëherë Jakobi tha: "Më par betomu." Dhe Esau ju betua dhe I shiti Jakobit parbirnin e tij. Pastaj Jakobi dha Esaut bukë dhe supë me thjerrza. Dhe ai hëngri dhe piu, pastaj u ngrit dhe iku. Kështu Esau shpërfilli parbirnin e tij. Mateo, kapitulli 24. Dhe kur Jezusi doli nga tempulli dhe po largohej, dishepujt e tij ju afruan për t'i treguar ndërtesat e tempullit. Por Jezusi u tha atyre: "A nuk I shikoni të gjitha këto? Në të vërtet po ju them se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur
që nuk do të rënohet. Por kur ai u ul në malin e ullinjve, dishepujt e vet ju afruan më njanë dhe i thanë: "Na thuaj, kur do të ndodhin këto? Dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate dhe e mbarimit të botës?" Dhe Jezusi duke u përgjigjur, u tha atyre: "Ruhuni se mos ju mashtron dokush. Sepse shumë do të vinë në emrin tim duke thënë, unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Por do të dëgjoni të flitet për luftëra dhe për ushtima luftërash. Ruhuni, të mos trembeni, sepse të gjitha këto duhet të ndodhin, por ende s'është mbarimi. Do të ngrihet pra komb kundër kombi dhe mbretëri kundër mbretërie, dhe do të ketë zi, buke dhe mortaj dhe tërmete në vende të ndryshme. Por të gjitha këto do të jenë vetëm fillimi i dhimbjeve të lindjes. Atëherë do t'ju dorëzojnë në mundime dhe do t'ju vrasin, dhe të gjithë kombet do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Dhe atëherë shumë do të skandalizohen, do të tradhtojnë njëri tjetrin, dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Dhe do të ngrihen shumë profet të rrem, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Dhe duke qenë se paullësia do të shumohet, shumë kujt do t'i ftohet dashuria. Por ai që do të ngulmoj deri në fund, do të shpëtohet. Dhe ky ungjilli i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi. Kur të shihni pra neverinë e shkretimit, që është parathënë nga profeti Daniel, që qëndron në vendin e shenjtë, kush e lexon le ta kuptoj, atëherë ata që janë në Jude le të arratisen ndërmale. Kush ndodhet mbi tarac, të mos zbres për të marrë diçka në shtëpinë e vet. Dhe kush është ndër ara, të mos kthehet mbrapa për të marrë mantelin e tij. Por mirë gratë shtatzëna, dhe ato që do t'u japin ngji fëmijëve në ato ditë. Dhe lutuni që arratia juaj të mos ndodhë në dimër, as në shabat, sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh, sa nuk ka ndodhur që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kurrë. Dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, as një mish nuk do të shpëtonte, por për shkak të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Atëherë në qoftë se dikush do t'ju thotë, ja, Krishti është këtu, ose është atje, mos i besoni. Sepse do të ngrihen krishtër të rrem dhe profet të rrem, dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli, aq sa t'i mashtrojnë në mundet edhe të zgjedhurit. Ja, unë ju paralajmërova. Pra në qoftë se ju thonë, ja, është në shkretë të tir, mos shkoni atje. Ja, është në dhomat e fsheta, mos u besoni. Sepse si vetëtima që del nga lindja dhe duket deri në perëndim, kështu do të jetë dhe ardhja e Birit të Njeriut. Sepse ku të ketë kërma, aty do të mblidhen shqiponjat. Por fill pas pikëllimit të atyre ditëve, dielli do të erret dhe hëna nuk do të jap dritën e vet, dhe yjet do të bien nga qielli dhe fuqitë e qiejve do të tronditen. Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e Birit të Njeriut. Dhe atëherë të gjitha fiset e dheu do të mbajnë zi, dhe do ta shohin Birin e Njeriut duke ardhur mbi rreth e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. Dhe ai do t'i dërgoj ëngjëjt e vet me tinguj të fuqishëm borie, dhe ata do t'i mbledhin të zgjedhurit e tij nga të katër erërat, nga një skaj i qiellit te tjetri. Por mësonin nga fiku këtë shëmbëltyr, kur tashmë degët e tij njomësohen dhe nxjerrin gjethet, ta dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur t'i shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se është afër, madje te dera. Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë derisa të bëhen të gjitha këto. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Por sa për atë ditë dhe për atë orë, askush se di, as ëngjëjt e qiejve, por vetëm Ati im. Por ashtu si që në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të Njeriut. Sepse ashtu si që ishin në ditët përpara përmbytjes, hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, deri në ditën që Noeu hyri në ark, dhe nuk kuptuan asgjë, derisa erdhi përmbytja dhe i hoqi të gjithë. Kështu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të Njeriut. Atëherë, dy do të jenë në ar, një do të merret dhe tjetri do të lihet. Dy gra do të bluajnë në mulli, njëra do të merret dhe tjetra do të lihet. Rini zgjuar pra, sepse nuk e dini në cilën orë do të vijë Zoti juaj. Por dijeni këtë, se ta dinte i Zoti i shtëpisë në çfarë ore të natës do të vijë vjedhësi
do të rinte zgjuar dhe nuk do të lejonte t'i shpërthehej shtëpia. Prandaj edhe ju jini gati, sepse biri i njeriut do të vijë në atë orë kur ju nuk mendoni. Cili është pra ai shërbëtor besnik dhe i mençur që Zoti i tij e caktoi për mbi shtëpijarët e vet për të dhënë ushqimin në kohë? Lumaj shërbëtor që kur të kthehet zotëria e tij e gjen duke bërë kështu. Me të vërtet po ju them se do ta vër mbi gjithë gjën e tij, por në qoftë se ky shërbëtor i keq thot në zemër të vet, Zoti im vonon të vi dhe fillon t'i rrah bashkëshërbëtorët dhe të haje të pi me pianecët, i Zoti i këtij shërbëtori do të vijë në atë ditë që ai nuk e pret dhe në atë orë që ai nuk e di. Edhe do të ndajë në dysh, edhe do t'i vër pjesën e tij me hipokritët. Atje do të jetë qara dhe kërcëllim dhëmbësh. Libri i Esterit, kapitulli 1. Në kohën e Asueros, Asuero që mbretëronte nga India deri në Etiopi mbi 127 krahina, në atë kohë, kur mbreti Asuero rrinte në fronin e mbretërisë së tij që ishte në kështjellën e Suzës, në vitin e 3 të mbretërimit të tij, shtroi një banket për të gjithë princat dhe shërbëtorët e tij, komandantët e ushtrisë së Persisë dhe të Medisë, fisnikët dhe princat e krahinave u mblodhen para tij. Atëherë ai tregoi pasuritë dhe lavdinë e mbretërisë së tij, madhështinë dhe epërsinë e saj për shumë ditë, 180 ditë. Pasi kaluan këto ditë, mbreti shtroi një banket tjetër prej 7 ditësh në oborrin e kopshtit të pallatit mbretëror për tërë popullin që ndodhej në kështjellën e Suzës, nga më i madhi deri te më i vogli. Kishte çadra të bardha dhe ngjyrë vjollc që vareshin me kordon të kuq flak në unaza prej argjendi dhe në shtylla prej mermeri. Kishte divan prej ari dhe prej argjendi mbi një dysheme prej mermeri të kuq dhe të bardh, prej sedefi dhe alabastri. Jepej për të pirë në en ari, njëra e ndryshme nga tjetra, dhe kishte verë mbretërore me shumicë për hir të bujarisë së mbretit. Në bazë të ligjit, askush nuk ishte i detyruar të pinte. Në fakt, mbreti kishte urdhëruar tërë funksionarët e shtëpisë së tij t'i shërbenin secilit atë që dëshironte. Edhe mbretëresha Vashti shtroi një banket për gratë në pallatin e mbretit Asuero. Ditën e 7, kur zemra e mbretit ishte e gëzuar për shkak të verës, ai urdhëroi Mehumanin, Bizthan, Harbonan, Bikthan, Abakthan, Zetharin dhe Karkasin, të 7 eunukët që shërbenin në prani të mbretit Asuero, të sillnin para mbretit mbretëreshën Vashti me kurorën mbretërore, por t'i treguar popullit dhe princave bukurinë e saj. Në të vërtetë, ajo kishte një pamje të hishme. Por mbretëresha Vashti nuk pranoi të vinte sipas urdhrit të mbretit, që ju njoftua me anë të eunukëve. Mbreti u pezmatua shumë dhe zemërimi i tij i zjente për brenda. Atëherë mbreti pyeti dietarët që njihnin kohrat. Kjo ishte në fakt mënyra e veprimit të mbretit me gjithë ata që njihnin ligjin dhe drejtsinë. Më të afërt për të ishin Karshena, Shethari, Admatha, Tarshishi, Meresi, Marsena dhe Memukani, 7 princat e Persisë dhe të Medisë që pranoheshin të rrinin para mbretit dhe zinin postet e para në mbretëri. Sipas ligjit, çfarë duhet i bëhet mbretëreshës Vashti që nuk zbatoi urdhrin e mbretit Asuero që ju transmetua me anë të eunukëve? Memukani u përgjigj para mbretit dhe princave. Mbretëresha Vashti nuk ka vepruar drejt vetëm ndaj mbretit, por edhe ndaj gjithë princave dhe tërë popujve që janë në të gjitha krahinat e mbretit Asuero. Sjellja e mbretëreshës do të merret vesh nga të gjitha gratë që do të nxiten të përçmojnë burrat e tyre dhe të thonë: mbreti Asuero kishte urdhëruar që të sillnin para tij mbretëreshën Vashti, por ajo nuk i vajti. Mandje që sot princeshat e Persisë dhe të Medisë që kanë marrë vesh sjelljen e mbretëreshës do të flasin gjithë princave të mbretit dhe nga kjo do të lindë shumë përçmim dhe zemrim. Në qoftë se mbretit i duket me vend, le të nxjerrë ai një urdhëresë mbretërore që të përfshihet në ligjet e Persisë dhe të Medisë dhe të jetë e parevokueshme, në bazë të së cilës Vashti të mos dalë më në prani të mbretit Asuero. Mbreti t'i jap pastaj pozitën e saj mbretërore një tjetre më të mirë se ajo. Kur urdhëresa e nxjerr nga mbreti do të njoftohet në tërë mbretërinë e tij, që është e gjerë, tërë gratë do të nderojnë bashkëshortët e tyre nga më i madhi e deri te më i vogli.
Ky propozim i pëlqeu mbretit dhe princave, dhe mbreti bëri ashtu siç i kishte thënë Memukani. Dërgoi letra në të gjitha krahinat e mbretërisë, çdo krahine sipas shkrimit të saj dhe çdo populli sipas gjuhës së tij, në mënyrë që çdo burr të ishte zot në shtëpinë e tij dhe të fliste gjuhën e popullit të tij. Veprat e Apostujve, kapitulli 24. Dhe pas 5 ditësh, erdhi kryeprifti Anania bashkë me pleqt dhe me një gojtar, një far Tertuli. Ata dolën përpara qeveritarit për të akuzuar Palin. Kur u thirr Pali, Tertuli filloi të akuzoi duke thënë: Fort i shkëlqyeri Feliks, ne po gëzojmë shumë paqe me anën tënde dhe me përkujdesjen tënde. Janë bërë realizime të mëdha për këtë komb. Ne e pranojmë për herë dhe kudo me mirënjohje të thellë. Por, që të mos të mbajmë gjatë, të lutem me mirësinë tënde të na dëgjosh shkurtimisht. Sepse gjetëm këtë njeri si mortaj dhe që shkakton trazira midis gjithë judejve që janë në botë dhe që është kryetari i sektit të Nazarenasve. Ai madje tentoi të përdhos tempullin, dhe ne e zum dhe deshëm ta gjykonim sipas ligjit ton. Por erdhi kryemijesi Lisia dhe e mori me shumë dhunë nga duart tona, duke i urdhëruar paditësit e tij të vinte ti. Duke e hetuar atë, do të mundesh ti vetë të marrësh vesh prej tij të vërtetën e të gjitha gjërave për të cilat ne e akuzojmë. Edhe judejt u bashkuan duke pohuar se kështu që ndronin gjërat. Atëherë Pali, mbasi qeveritari i bëri shenjë të flas, u përgjigj: Duke ditur se prej shumë vjetësh ti je gjykatësi i këtij kombi, flas edhe më me guxim në mbrojtje të vetes. Jo më shumë se 12 ditë më parë, siç mund ta verifikosh, unë u ngjita në Jeruzalem për të adhuruar. Dhe këta nuk më gjetën në tempull duke u grindur me ndonjë, ose duke nxitur turmën as në sinagogat, as edhe në qytet. Dhe as mund të provojnë gjërat për të cilat tani më akuzojnë. Por unë po të rrofej këtë. Sipas udhës që ata e quajnë sekt, unë i shërbej kështu Perëndisë së etërve, duke u besuar të gjitha gjërave që janë shkruar në ligjin dhe në profetët, duke pasur shpresë në Perëndin, të cilën edhe këta e kanë, se do të ketë një ringjallje të vdekurve, qoftë të drejtëve, qoftë të padrejtëve. Prandaj, unë ushtrova të kem vazhdimisht një ndërgjegjje të paqërtueshme përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve. Tani, pas shumë vjetësh, erdha t'i sjell lëmosha dhe oferta kombit tim. Por tek po bëja këtë, ata më gjetën të pastruar në tempull, as me turma, as me trazira. Por ishin disa judej të Azis, ata që duhej të dilnin para teje për të më akuzuar nëse kishin diçka kundër meje. Ose vetë këta, le të thonë nëse kanë gjetur ndonjë padrejtësi tek unë, kur qëndrova përpara Sinedrit, veç mos qoftë se vetëm për atë fjalë që unë thirra duke qëndruar para tyre. Për shkak të ringjalljes së të vdekurve, sot unë gjykohem prej jush. Kur i dëgjoj këto gjëra, Feliksi, që ishte i mirë informuar për udhën, e shtyu gjyshin duke thënë: Kur të vi kryemijesi Lisia, do të marr në shqyrtim çështjen tuaj. Dhe i dha urdhër kryeqindësit që ta ruanin Palin, por të kishte një far lirie, pa penguar asnjë nga të vetët të kryenin shërbime ose të vinin ta takonin. Pas disa ditësh, Feliksi, që kishte ardhur me gruan e tij Druzila, që ishte judease, dërgoi të therrasin Palin dhe e dëgjoi lidhur me besimin në Krishtin. Por ndërsa i fliste për drejtësi dhe për mbajtje dhe për gjyqin e ardhshëm, Feliksi shumë i trembur u përgjigj: Por tani shko, dhe kur të kem kohë, do të dërgoj të therrasin. Njëkohësisht ai shpresonte se Pali do t'i jepte para që ta lironte, dhe prandaj e thërriste shpesh dhe bisedonte me të. Si u mbushën 2 vjet, Feliksit ja zuri vendin Porcfesti, dhe Feliksi, duke dashur t'u bëj shefin judejve, e la Palin të lidhur.